Kjo është pjesa dytë e mesditës, do vazhdojmë diskutimet për çështje të tjera, pavarësisht se familja konsiderohet si themeli i çdo shoqërie. Dhënat statistikore tregojnë që ky institucion po vazhdon të përballet me sfida të njëpasnjëshme. Numri i shkullëzimeve në Kosovë po vazhdon të jetë i lartë dhe shqetësues, dhe kjo më pas ngre pyetje të rëndësishme për ndryshimet që po ndodhin në marrëdhëniet bashkëshortore dhe në vetë strukturën e familjes. Vetëm gjatë muajve të parë të këtij viti janë regjistruar 776 raste të shkullëzimeve, ndërkaq gjatë vitit që lan pas janë evidentuar gjësej 2146 raste. Për të diskutuar se pse po ndodhen këto, padyshim sot kemi një panel të ftuarish, i cili përbëhet nga neuropsikiatri zotri Sami Rexhepi. Zotri Rexhepi, mirë se erdhët. Për krah ti gjendet juristi Jeton Halimi. Përshëndetje Jeton. Faleminderit, kënaqësi. Si dhe në pak çaste na bashkohet psikologja Rezarta Sadiku. Po nisim me juve, zotri Rexhepi. Si lexoni fillimisht këto shifra të shkullëzimeve? Raportohet për çdo ditë për raste të reja të tyre dhe në total duket se njerëzit po lexojnë si shifra alarmante. Në fakt edhe janë alarmante edhe ka fillu të jetë si dukuri, nuk janë raste të ndame kështu të veçanta e të pakta, por ka fillu me u shëndru në një dukuri. Si mbas meje problemi më i madh është se një pjesë e madhe po hynë në bashkëjetesë apo në martesë, në kurorëzim, pa qenë të gatshëm, pa e pas një pjekuri të duhur emocionale, gatishmërinë se martesa ndron një rol, janë përgjegjësi shumë atmaja, e po e shoh se një pjesë e madhe e trive nuk janë të gatshëm për me marrë përgjegjësitë cilat vinë me martesën. Ashtu që nuk mjafton mosha apo vitet për me qenë dikush i pjekur edhe i gatshëm për martesë, por ka nevojë për një pjekuri psikologjike edhe për një gatishmëri për me marrë përgjegjësi të reja. Përgjegjësi të reja cilat dallojnë prej atyre më herët. Kjo është ajo kryesorja, mandej i kem dy mënyra kur kem një martesë në cilën dhuna është pjesë e përditshmërisë, atëherë shtrohet pyetja, një vujtje e pafund apo një vujtje e madhe për një herë. Dhe duhet, ajo çka duhet gjithmonë me mendu është me e kuptu edhe me e mendu para se me marrë një hap tillë, se te martesat ku kem fëmijë, fëmia nuk do ta ketë një bab tjetër, por ai do t'jetë vetëm burri i nanës ti, apo nuk do t'a ketë një nanë tjetër, por ajo do t'i betë gjithmonë gruaja e babës. Këtu është ajo kur plasaritet familja edhe mjerisht prej rasteve sa kom pas të abuzimet, të delikvenca, numri më i madh i fëmijëve është prej familjeve të cilat janë subto. Halimi? Po e tha shumë mirë zotria, besoj tash që shkaqet të shkullëzimit janë të lloj-llojshme. Edhe në gjykata, sa kemi qenë pjesë atje, nuk thuhet në gjykim shkaqet, po bëhet kuptimi të anasellas të jo, po di zakonisht çka është bozgjida martesës, sidomos të rinia dhe të moshat më të vjetra, po lloj të gjithët martesa me gjykim plotfuqishëm. Pse mendon se sot po ndahen çiftet në një numër kaq të madh? Po tash e tha shumë mirë. Cili është i përmendi neuropsikiatri disa prej faktorëve, mirë po. Mos tash nëse fillon se shumica e rinis kanë filluar me jetu bashkë, me bashkëjetu dhe ligji automatikisht mas nikoja llogarit edhe martesën automatikisht dhe besoj aty hinë çështje të shumë. Tu kriju familja, shpenzimet, jeta ekonomike dhe gjitha ta shoft nga familja e çiftit mashkull dhe çiftit femën dhe xhelozia dikush e të jellë edhe këto rrjete sociale ka bërë punën e vet.
tash të A mundet me qenë problematika për te kësaj, për te gjelozis, për te ndoshta problemeve ditore? Flasim ndoshta për krizë ekonomike, për probleme qoftë edhe mendore pa trajtuara, cilat më pas qojnë të probleme ma thella që vjen mas në edhe të divorci. Nëse një qift, tash nuk besoj që ka në një qift që ka në një universitet apo diqa që s'është i kuptueshëm, sepse tash zakonisht të rrjetet sociale ka më jetën e vet. Dhe tash kur e shet ton kom se po bëhen lajket, ajo është xhelozia tepërme, mendoj dhe mund me kon si piknisje apo justifikim për më kap çifte në asetas pse e të jo, po ne mendoj që këto do të një pikuri e çiftit më e madhe dhe mos me hi në si tema. Në momentin që bëhet marrja e telefonit, pasporti, anasetas dhe kontrollimi aty është pretekst dhe kryesore që mund të vitë se mund me shkru kolegë, mund çdo kush, se kur të femës e moshtë dhe zakonisht qift, s'du tash me folë për femna, thënë që ky pisëm në femna, po thëmë qiftet, nëse kontrollohen detajlisht, kush shkrujtit, si shkrujtit, si ky lajket, si po më lajke, unë e mendoj që është... Këtu kemi të bëjmë me qiftet të papjekura ndoshta, si që ta dhe doktori. Ta dhe zotëria shumë mirë, po edhe psikologë mundet me thonë pikon dhe vetë, po si do që tjetë, unë i kisha këshilloje që para se me marë një vendim të tillë, qofsin nëse jenë të bashkëtue, qofsin martum, apo si do që jenë lidhe, me ndojnë edhe nërë, tullën, bisedojnë, nëse kam fëmijë, dalin në një restoran, ti qërtojnë hesapet, ti rregullojnë çështje dhe padia në gjykat është e fundit, sa është arma e fundit dhe vendimtare që mund të vitë të një gjithë martesë. Dhe jo rastisht, jëmë këto gjithë martesë ka shumë mëdha dhe sa ma pak ka kronizime. To fillu pikër e qendrës dhe në çdo komunë tjetër, nëse psikologja ka informacione. Kjo pastaj është një temë tjetër, jeton ku çiftet po preferojnë më shumë të bashkëjetojnë se sa të kurorzohen. Po, tash e kanë zgjedhur bashkëjetesën, më shumë se edhe automatikisht ligji e parashë martesë marrën 3 vite, nëse një çift është duke bashkëtuar ose është në lidhje, automatikisht janë një ligji për familjen. Mirë, tashmë na është bashkuar në studio dhe psikologja Rezarta Sadiku. Rezarta, përshëndetje, faleminderit që kjo është sot në studio. Po diskutojmë për numrin e madh të shkurorzimeve, realisht shifra alarmante, realisht cilat janë ndoshta shenjat e para që një martesë po hyn në krizë. Realisht shumë shqetësuese kjo statistikë, në një formës në tjetër, familjet tona po marrin një kohje mos durimit, mos përkrajes edhe zgjedhja e parë që po ndodh është me njëherë ndoshta tendenca për divorc. Shpesh herë këto ndodhin nga faktorë të ndryshëm, pavarësisht që divorcin e vete i ka dhe përparësitë e veta kur realisht eskalon situata ose rrezikohet shëndeti edhe mendori i njëri bashkëshort sido që të jetë. Por kjo, në të them të drejtën, kohëve të fundit është banalizëm për çka na ndodhin. Dhe kjo është rezultat shpesh herë dhe i papjekurisë, inteligjenca e ulët emocionale, ku realisht vendimet më të mëdha që bëhen shpesh herë ndikim e emocioneve. Dhe emocionet ndryshojnë, këndvështrimi ndryshon, por realisht pasoja më të madhe po kanë në këto raste fëmijët. Për shkak papjekuria e dy prindve për me zgjedh një problem objektiv, sepse ka probleme të cilat lëshojnë shumë rranjë e vetmja gjaja e shëndetshme është divorci. Por në atë sa po shoh edhe në familje, edhe në shoqëri, është shqetësuese ky numër për shkak sepse e konsideroj që shëndeti, sepse gjithçka rrjedh edhe nga një shëndet ekuilibër i mirë, mendor, kanë të drejtën është shumë shqetësuese. Rexhepi po thotë psikologja që shumë prej vendimeve që mirën nga çiftet janë vendime të cilat vijnë nën afekt emocional. Çka duhet? E para po mendoj që aty nuk ka vendime, aty ka veprim edhe është një akt. Një vendim zakonisht mirët mas një komunikimi të mirëfillt. E problemi më i madh të çiftet është mos komunikimi i duhur. Qoftë që kem interferimin apo ndërhyrjen e familjarëve në një martesë caktuar, ajo shkakton tensione, po gjitha këto munden me u zgjedh me një mënyrë të mirë të komunikimit. Ajo që ka po mungon të na
është komunikimi. Kur nuk ka komunikim, nuk ka edhe lojalitet edhe nuk ka tolerancë mes qiftit. Është shumë normal se po bashkohen dy edukata të ndryshme, ato janë dy familje të ndryshme, dhe pa tjetër kërkohet një tolerancë, një mirë kuptim, një komunikim shumë i mirë për me u tejkaru sfidat cilat vinë me martesë. Është shumë normale që qifti ballafaqohet edhe me këtë ndërhyrje interferim, edhe pse që tash është shumë ma e vogël, se nuk është kur gjë ma i vogël numri i qifteve që ndahen, edhe pse jetojnë vetë. Por problemi ma i madh është të mungesa e komunikimit të mirëfillt, kur nuk ka komunikim nuk mund me u zhvillu as një tolerancë, as një lojalitet për një bashkëjetesë është normal. Pjesa ma e madhe po hyn martesë me një idealizim të martesës, edhe mendojnë se është e marrin atë ideale, kur ballafaqohen me problemet cilat janë shumë normale në një martesë, atëherë ndihen të zhgënjur. Mandej edhe pjesa e rrjeteve sociale këto e ka një ndikim shumë të madh në kuptimin për të keq. Pse ndonjëherë rritën kërkesat edhe pritjet e palës tjetër, cilat nuk janë reale, apo kanë hyrë martesë me një pritje shumë të madhe e cila nuk përmbushet, mësandej zhgënjehen edhe ai zhgënjim është si shkak apo si çështje. Jo, ato janë probleme cilat lindin mes qiftit. Kjo është problemi i mos komunikimit të mirëfillt. Po, realisht dhe mirë që e përmende, sepse jetoni e përmendi rrjetet sociale për në kuptimin tjetër, atë që mund të shkruaj dikush dhe ku hyn xhelozia pastaj, në mes po ajo që përmendi doktori është diçka krejtësisht tjetër, pra ti kur sheh që një qift ose një familje paraqet një jetë krejtësisht ndryshe nga ajo që po bën ti, atëherë sigurisht që ta afekton edhe martesën tënde dhe raportin tënd dhe mënyrën se si po përpiqesh ndoshta edhe nuk po arrin që ti jesh aty ku janë të tjerët. Po krijon pritje shumë atë madhe e cila realisht nuk është reale dhe kjo është si një burim i tensioneve. Po, por para se të ndalim ndoshta edhe tek kjo, një gjë tjetër që përmende është edhe përfshirja e familjes dhe këtu realisht mundemi me pas se sa ka ndryshuar ndër vite përfshirja e familjes dhe rëndësia e saj, sepse më herët nëse familja e ka ditur për një lidhje ose është përfshirë familja, atëherë çiftet kanë qenë më të rezervuar, qoftë të ndajnë pastaj problemet ose të ndahen, madje s'ka në konsiderat që të ndahen, ndërsa tani kur familja përfshihet është problem për çiftin. Duket sikur po interferon në privatësi. Kisha më lidh ndërum. Tash e tha shumë një temë shumë mirë, që tash nëse një qift, një hipotetike tash nuk dojnë me bashkëjetu me prindrit. Dhe tash jenë kërkesat mëdha për me ble një banesë. Tash nëse njëri që punon dhe tjetri nuk punon, aty paraqiten. Shumë ka kërkesa dhe tash është edhe një temë që nuk po bëhet e madhe nëse një qift janë bo bashkë, janë lidhë, janë njoftu, janë martu dhe njëri qift është rrinë kryeqendër dhe njëri në periferi dhe përshtatja familjes, e tha shumë mirë. A ka ndeshje mentalitete? Po, ndeshje mentalitete të ndryshme dhe njëna palë e bën një farë sa për shtifo, unë një plët shiftë, sidomos kryeqendër që jetojme dhe, jo njoftuin martuesën, por nuk përshtatën shumë. Me koncepte. Me koncepte, me familjesene dhe pala tjetër e konë në dorë. Unë një plët shiftë me bo mësë mi thonë një avë ditë më sabo ka i sanë si tutët pigrus. Ajo është së pak. Jo, është po veç e ka drenditse i thojnë respekti për grunë, jo tuta pigrus. Se dhe më nësë dashta se për në rejone, po në këtu, pas jetoj, inderum edhe, po du me thonë që një farë forme e përdor atë farë jetën e saj që u rrit dhe këj jetën ati që u rrit në anash periferi dhe mundet me keq interpretu kër të qëtë një farë është ona medalë, është e keqe, e dënë psikologja dhe e maltreton qifti tjetër që së s'podu me përmenem qokë tamë që moshë dhe unë e mendoj që këtu është ona medalës për keq, këta jenë tema që nuk po bonë mediale, po punon mi kamuflue dhe sidomos nonat e bukrat të njërnës Shqip
dhe babai tjetër i qiftit dhe aty në rrujmat që mund me eksplodu dhe mos për shtatja dhe tash kur thonë që farë burri ke marrë ti ka të ndarë dhe çfarë je ku e rritet të jë dhe kjo është shumë kruciale se vetëm tashmë ndikimi familjes në vendimet për të shkullërzu është në rënje sipër. Jo, nuk është rënje sipër, se ka për shembull njëri shift e thirr vjerën 10 herë e thirr për kohë e nënën e thirr një herë ose anasjell, ta si do qoftë dhe këtu është ajo përplasja mes shifte dhe indicjet për me artë të shkërëzimi që është të dënshme. Po, rezorta nuk është vendikimi familjes në ndoshta shumë pak, por jo sa është e nevajshme. Për arsye sepse ka shumë qifte që jetojnë vetë, po ndikimi prindve nga jashtë prapë është i madhe dhe shpesh herë ndikojnë direkt ose indirekt të ai qift që janë nështë atë pavarën edhe në përshpijat e veta dhe mundohen thjesht për me udhëheq në mënyrën se ata qysh dëshirojnë ose qysh janë funksionojnë. Kështu që ndikimi i familjes, prindve kryesisht nuk mujna me përjashtu për shkak sepse kjo lidhshmëria prind fëmijë pavarësisht moshës gjithmonë ekziston, sidomos te ata që janë tepër të lidhur me prind, gjatë që mosha nuk e përcakton atë shkputjen, ndjesien, ajo mundet me qenë emocionale dhe ndikimi është bukur i madh. Rezulta, duhet shlojnë edhe një çështje tjetër për diskutim, më përmendën me drejt rrjetet sociale. Në anën tjetër, figurat publike në bazë të analizave që kam lexu, ka një peshë të tyre në vendimarrjen e çifteve për shkullërzim. Kemi parë që sot shumë figura publike, edhe vendore, se ato ndërkombëtare, po edhe këto tek ne në Kosovë, ndahen dhe më pas tregojnë publikisht se duhet, pra japin mesazhe që duhet të ndahen, mos të durohet presioni për cilat jemi dakord momenti kur faza ose martesa është në një gjendje kritike. Mirë, po në anën tjetër, sa ndikojnë pikërisht çdo figura publike tek njerëzit për mi marrë si modele. Ata i shohin edhe më pas edhe aplikojnë në jetën e tyre. Realisht mesazhi nëse shpëndohet mirë dhe shëndetshëm është shumë normal nëse ata i cekin faktorët edhe pse jo nda dhe është e shëndetshme, siç e ceka divorci nuk duhet ta shohim si diçka tragjedi, por jo për çka sot ndoshta po na ndodhen. Por nëse këto varet është për individi që e marr atë emision, se realisht edhe ne këto sot jemi në emision dhe interpretimi se si na shohin është individual. Por është shumë e rëndësishme që me ditë me kap thelbin dhe ajo nëse diçka është e drejtë për ty, nuk është e domosdoshme të jetë e drejtë edhe për mua. Ose nëse ai divorc ju ka përgjigj një personi, nuk është ndoshta që duhet mi kqyr edhe mu sugjestionu që unë duna me marrë një vendim në bazë të zgjedhjeve që ai person tjetër e ka bë. Duhet mi kqyr predispozitën. Apo jo? Ndikojnë, normal. Njerëzit nga figurat publike, kryesisht personazhet e showbizit në Kosovë. Ndikohen gjithsesi, por këtu më shumë kena të bëjmë individ për pjekurisë individuale që kanë. Si do që tjetë në ende e kemë strukturën patriarkale të familjes edhe ajo po ndikon. Ky numër për mu është shumë i madh. Alarmant. Është një alarm se po krijohet si dukuri në shoqërinë tonë. Mirë, po do të mi marrë parasysh edhe disa faktorë tjerë. Kur kem të mediat sociale, një numër i madh i çiftesh po bashkohen përmes mediave sociale. Dhe qoftë në Facebook apo dikun tjetër, unë jam një djalë i ri, 28 vjeçar, kom 2 villa, kom Porsche, kom gjithçka, deri në takimin e parë. Edhe mandej vjen ai zhgënjimi. Mandej, jo rrallë herën ndodhin martesat edhe për shkak çështjeve ekonomike apo e përzgjedhin një interes veçantë. Dikend për një jetë luksoze, për një mirëqenje shumë atë mirë, mandej ajo mirëqenje i ka pasojat e veta tjerë. Saj përket... Por në këtë rast, a duhet të shikohen të dyat, edhe gjendja financiare, edhe dashuria apo përshtatja, sepse në rast se shef vetëm këtë të dytën, atëherë do të vjen zhgënjimi për të parën dhe pastaj sërish jemi te divorci, nëse nuk përmbushesh në... Aty është problemi, cili është motivi kryesor për me hyrë martesë. Çka po e motivon? Dashuria, sa është ajo dashuri? Sa zgjata është pasionante. Personaliteti personave qifteve. A shpenzohet me kohën, ajo kalon mandej në një
në një formë tjetër ku merr është respekti. Nuk është ma ajo dashuria, ajo romanc si në fillim. Po kjo fillon me u zhvillu me një respekt, mirë kuptim edhe vlerësim partnerit. Dhe besimin që Edhe kjo është ajo, se jo rallë herë krizat gjatë një jete bashkëshortore. Është shumë normale me pas kriza, por është mënyra qysh ato menagjohen. E sa i përket asaj vjera edhe nusja edhe interferimi i familjes, duhet me kuptu në aspektin psikologjik, se është një luft mes dy grave për një burë. Po, Të ajo është do ndryshme dashurien. Nana, Po. e cila ja ka dhuru e fëmija. posedonat, a djallë është posesive, nonën tjetër është gruja, që dje ka ardhë do me ma marrë djallin. Ose bale ke pas ti tash, na e Le kemi mamut jetë këtë. krejt tjetër. Këto, po krejt kjo mund me uzis shumë Pa letë në ndodhen një ende, komunikim po një atë nuk film. është në zbeje ky fenomen. Kjo në rritje, Realisht nuk e din në rast se ka prindër të tillë që Kjo është një temë realisht që blende. ende kanë temë këtë gjë. lloj ndikimi tek fëmijët e tyre. Madje unë shoh shumë janë pro i vetëdijshëm që ka shumë çifte të cilët kalojnë shumë mirë me partnerin e bashkëshortit ose bashkëshortës në këtë rast. Pra unë po besoj që është një fenomen A fasad? zhdukje apo Tani kur po bin maskat, Po, me gjithët martesës është diçka tjetër. Në momentin që ka lëvizje, kjo shumë është falë me le, në momentin që ka lëvizje, nona e nusës vjen ma shumë te kjo, dhe nona e djallit ma pak, Bie. Po kemi shku të shtëpi. single jo. Si do që tjetë, unë përsho dhe e di që ka edhe kësi zhjidhët martesa edhe kështu. Kjo çështja Vjera Nuse, kjo ka qenë gjithmonë, po Jo, besoj jo, që do të jetë një është temë që temë nuk tabu, shuhet asnjëherë, se por nona koordinot me bijen, që atë e qëllimi, dhe nona nuk koordinot me djalin, që të është ajo ona me dalin, Për se keqë dhe... plasja. Po, do të me thonë Edhe psikologë. ndoshta psikologja po, ka raste të divorceve, flasin edhe për këto gjëra apo Si faktor përfundimtar s'mujna me thonë që po, por e din doktori që Freudi shumë mirë ka ilustru që nana edhe gjithmonë nuk është djali problem, po është luftra si që ceku mes nanës edhe nusës. Të dyja dëshirojnë një dashuri dhe respekt vazhdueshëm, momentin kur nana e marton Me leje, Po. do të me bo krasimin, nusja e qandrës, dhondri i periferisë. Mos përshtatja në familje mas pare, që të zbërthet Po. lutëm. Se që të Dhe- është qëllime, esenca. Kjo është shumë e rëndësishme, do me thonë që me kuptu edhe nana, edhe nusja, realisht se këtu në këtë rast është viktime dhe djali. Për shkak se pa pjekuria aty në ndoshta shpesh herë ose nevoja për me marë kujdesin edhe miratimin, se fundi nana emocioni parë është edhe hynora, kuptan, ajo ndoshta nuk do në mja marë vëmendje 100%, po momenti kur kontribon është atë bashkëshortja ma shumë, kjo zbet ma shumë mosha dhe shumë faktor ndikuse dhe fillojnë ato përplasjet. Kjo tash si nuse e re e du vëmendjen kontributin 100% edhe nëse realisht burja ma jep 100%, e asaj jep 0% normal që ajo ko me reagu, e kupto sepse kena të bëjmë një qenje emocionale dhe shpesher i qujmë jo janë të këshia, jo vjerat, po nëse jenë më thellë mi kuptu. Qëto problemet edhe mos të pasurit ndoshta kontrol për rolin e vetë, edhe nusja, edhe nana, po Vjera në këtë rast, pra tu mos e respektu, po them territorin Kufinin njëra e, tjetrës, po. Kjo ka ndër vite, kjo është Po, qysh s'ka mati, lind po nuk sot. kemi pas shkurërzime në Ka shifra ditë me alarmante menagju, si kemi kom, sot. ma I të vjen vjetë, që nuk është doktore, problemi të atëherë, Vjera dhe të I nusja, kanë menagju problemet situata, ta që ka tjera. dalë për kontrolës. Se në momentin që vendosën qiftet dhe nuk interferojnë ma të vjetër në zhargon popullor dhe nuk Po. kanë reagu me kohë, me para ndalue zhjith dhe martesa apo shkërërzimin si të qoftë, unë e mendoj që këtë është qëllimi kryesor se në momentin që tërhiqen prindrit dhe javlojnë qiftet aty 100% Jënë gati, Jënë po. gati veç që pa dija cilët mirën vesh, me marrvesh edhe në gjykat dhe aty përfundon. Po qysh me parandalu mës me shku dhe që aty është prej prindve edhe prej djallit
edhe prej nusës që mos me ardhë. Jetona, beson që prindit mund të dinë realisht çdo problem të një çifti? 100%. Se çdo fëmijë, pa marrë parasysh, qofte mashës, qofte femnët, kur shkojnë të mendajt, a i pa vetë nonas. Po, vetëm... Ja, din edhe sen në frigorifer që a i ka. Ka dhe prej aty 100%. Ka shumë raste. Ka dhe që kur sehan, ka dhe që Sepse kur sehan. realisht ne njojmë raste në përgjësi ku insistimi Ka ma prindërve... shumë vjera shkojnë rejtë të shika se të Jo, nuk desha ta them atë. Ka shumë raste ku insistimi prindërve për të mbajt në jetë një martes ka rezultu më pas me martesa cilat kanë arritë edhe deri në fatalitet. Jo gjithnjë, prindrit mund të kenë vendimet drejta mbi gjendjen reale të një çifti. Apo jo, profesor? Unë e thash, i përjashtova rastet ku është dhuna prezente, aty zdurohet. Ajo është një problem i veçantë, po e marr një pjesë të madhe cila vjen deri te ndomja për çështje shumë banale. Edhe aty s'mund më fajsu as nana, as kush. Po është thjesht një mungesë e komunikimit ose ndërgjegjësimi ma vonë se është ngut me hynë martesë. Edhe kjo është një problem në veti. Po, a mundet me qenë, doktor, edhe tash e dim se si ka ndryshu jeta, se sa shumë është shtrejtu jeta, dhe a mundet me ndiku edhe stresi, ankti, depresioni, temi edhe problemet, ndoshta mendore të patrajtume, me ndiku në qëtë mos komunikim me shqiftit edhe mas një martë divorce? Shumë, se na jem të jetu në një presion shumë të madhë psikologjik. Ne kem një pasiguri ekonomike, financiare, ne kem një pasiguri politike që nuk po dim si do tjetë nesër. Tash ka fillu kohëve të fundit edhe një pasiguri fizike për vetë eksistencën, po delë në rrugë, dy tjerë po gjuhën edhe po viktimizohesh. Kjo krejt e shkakton një nivel shumë të lartë stresit, vetë stresi ndikon shumë në ulljen e shkallës së tolerancës. Se ma herët, thjesht, po thomë është familja patriarkale, kur e ka thonë, bjen ka thonë, robi ytë, gjoku jam. Do me thonë, ka ma një pjesë përgjegjësisë. Mandej, kur ka shku bia, nuse me një familje, atëherë familja e saj kanë qenë insistus se nuk guxon me i turpru, edhe ka me usjell me respekt edhe ndaj prindve, ndaj krejtve. Tash shka kem, qëre edhe ti e ki shkollën, më se dura, shka kaj ma shumë se ti, heq më se dura. Edhe këto janë ato në fillim, kur atë tolerancë nuk po mërim me zhvillu. Edhe kjo është një problem, po gjitha këto me një komunikim të mirë fill, të drejt për dhe që tash me dalë me fol dikon, me një durim, munden me u te i kalu. E qysh ndikan mas nej, doktor, divorci në, po themi, gjendjen mendore të atyre dy personave që ndahen? Sa të vështire kanë pastaj me e projektu ose me e pas një jetë me dikën tjetër, në të pas parasysh ato që kanë kalu ndoshta gjithë problemet dhe ngarkesën që kanë pas me martesën paraprake? Zakonisht mas përvojës të parë të keqe, humbët guximi për me marrë një vendim tjetër. Të ndarja, krejtën varët qka ka qenë faktor që e ka sjell deri të ndarja një qift. Se gjithmonë njena palë do të vunë ma tepër për atë ndarje. Vujtje emocionale, thjesht edhe kur është një zhgënjim i madh, një dëshpërim i madh, atëherë humbet edhe guximi me e marrë vendimin për një martesë tjetër. Të ne nuk është ende shumë e zhvillume, po nëse e marrim në perëndim, gjithnjë ma tepër po shkojnë në martesën kur është zim me kontratë. Në të kuptimin me marrëveshje, me këtë unë e kom hyrë këtë martesë, këto janë të mija, se dhja që para ligjit gjdo sen që kryot në bas martese është e përbashkët. Te momenti kur fillon
me lidhje apo me përshqetuet deri në atë momentit të gjitha martesën, nëse kanë kriju të përbashkët çiftet, atër datë 50-50. Nëse çiftet prej momentit kur kanë fillu dhe nuk kanë bërë kërgjë, dhe ja kalon babai, qoftë bashortës, qoftë bashortit, aty nuk i bjen kërgjë. Pa marrë parasysh, është për fat keq, nëse do në zhvëllëtën e çiftit, atë dënë me adhuru ajo në emër të fëmijëve, por shumicën e rasteve në Kosovë hale se kanë fituar atë kulturë që mi ablon ndonjë banesë, ndonjë shtëpi, për shkak që mos milion fëmijët në rrugë ose me marrë në kujdes në nënës. Zakonisht, kur bëhet gjitha martesës, shumicën e rasteve ju bin nënës fëmijët. Dhe kuptohet, ish babai, ish bashorti, do të me pagu alimentacion nëse mirën vesh çiftet sa qyshtek, ose cakton gjykata një shumë, bas tarëra që ka personi mujore dhe e të jo, kështu që ajo rregullo përmes qendrës për punë sociale dhe çiftit në vendimin e Një mesazh të fundit, rezulta me qenë se jemi krejt në fund dhe jemi keq. Do shta për çiftet që janë në krizë dhe janë duke konsideruar realisht divorcin. Ma idealja këshme qenë thjesht komunikimi. Pse jo dhe ndihma profesionale, terapia e çiftit ekziston, ka në Kosovë shumë profesionistë mirë që realisht mujnë me kry këtë punë dhe me ndihmën e profesionistëve, pse jo dhe një komunikim i mirëfillt dhe me pa që ndoshta shpesh herë problemet vinë më shumë nga mënyra e reagimit se sa vetë problemi që është shumë problem. Andaj sugjeroj që edhe ju këshilloj që sa ma shumë komunikim deri te marrja e një vendimit. Mos të vendosëm mbi bazën e emocioneve, se emocionet shpesh herë dalin tratare, karshin ndoshta dhe problemit me gjatësi dhe mendoj gjithçka vjen edhe rregullohet. Tradhtim shumica nuk e falen. Besoj, që do mos ta. Mirë, pastaj ajo Jo, tradhtia është diçka që na duhet edhe një emision tjetër. asnjë nuk e arsyton lehtë. Po çato dhe se ato. Duat ju falenderoj shumë që ishit sot në studion. Do të më shtu, sa më tepër të kem emocione gjatë komunikimit, shumë më e ngushtë është arsyeja. E për një komunikim të mirëfillt, duhet me një kokë shumë të ftohur me bisedu, atëherë mbizotron arsyeja dhe vendimet do të jenë shumë më të biseduat në mëngjes jo në mbrëmje, sepse zakonisht emocionet po mirë. Faleminderit shumë, doktor, faleminderit jeton, Rezarta, faleminderit shumë që ishte në studio. Faleminderit.